Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Hëna e plot ndes gjithçka. 5 shenja për jetojnë boom financiar dhe surpriza të mëdha. Hëna e plot nuk është thjesht një fenomen qiellor, është një port energjie që kur hapet, lëviz gjithçka që ka qenë në pritje, ndryshon ritmin e ditëve dhe sjell një valë të fuqishme transformimesh. Këtë herë, kjo hënë e plot sjell një dritë të fortë që prek 5 shenja të zgjedhura dhe i çon drejt një periudhe ku financat, mundësitë dhe surprizat arrin një nivel krejt tjetër. Është një boom i vërtet energjie, një shpërthim pozitiv që i shtyn përpara dhe i vendos përballë hapjeve të mëdha që nuk i prisnin. Kur hëna e plot ndizet në këtë mënyrë, ajo nxjerr në sipërfaqe mundësitë e fshehura, i çliron rrugët e bllokuara dhe i shtyn njerëzit drejt ndryshimeve që prej kohësh kanë nevojë t'i bëjnë. Për këto 5 shenja, kjo hënë sjell një rritje të menjëhershme financiare, lekë që lëvizin më shpejt, projekte që marrin formë, mundësi fitimi që shfaqen papritur, dhe ndjenja e fuqishme se po hyjnë në një realitet të ri ekonomik. Dikush mund të marrë lajmin që ka pritur, dikush tjetër mund të nisë një rrugë të re, ndërsa një i tretë mund të përjetojë një kthes të papritur që ndryshon totalisht situatën e tij financiare. Por nuk është vetëm aspekti ekonomik që ndizet, janë edhe surprizat e mëdha. Kjo hënë sjell çuditëra, sjell mundësi që vijnë nga askundi, sjell lajme që hapin zemrën dhe hapin syt. Disa shenja mund të marrin një ofertë, një mundësi udhëtimi, një ndryshim të papritur në karrierë, një energji të re që i çon drejt synimeve të tyre me më shumë forcë se më parë. Gjërat lëvizin shpejt, ndodhit përshpejtohen dhe energjia e boomit financiar bashkohet me surpriza që e bëjnë këtë periudhë të jashtëzakonshme. Kjo hënë e plot është një sinjal i qartë. Universi po ndriçon rrugët që duhet të ndiqni, po hap dyert që kanë qenë të mbyllura dhe po sjell shpërblime për të gjitha përpjekjet e bëra deri tani. Për 5 shenjat që do të shfaqen në këtë parashikim, fillon një kapitull ku rritja, bollku dhe momentet që ndryshojnë fatin vijnë njëri pas tjetrit. Demi. Për Demin, hëna e plot shkëlqen fuqishëm mbi sektorin financiar dhe i sjell një periudhë ku stabiliteti ekonomik nuk është thjesht dëshirë, por realitet që rritet dita ditës. Kjo hënë të jep mundësinë të marrësh një vendim të rëndësishëm për punën, për një projekt personal ose për një investim. Mund të marrësh një lajm që lidhet me një rritje page, një bonus, një fitim që nuk e prisje, apo një pagesë të vonuar që më në fund vjen. Rrjedha e lekut bëhet më e shpejtë dhe më e qëndrueshme. Për Demin, surpriza vjen nga një mundësi që deri dje dukej e mbyllur. Një person, një ofertë apo një ide e vjetër që kthehet papritur në skenë, hap një derë të re. Hëna e plot nxit edhe guximin, ke mundësi të dalësh nga zona e sigurisë dhe të marrësh një hap që të çon drejt fitimeve më të mëdha. Energjia e fitimit financiar për Demin është e qartë, tani ndodh shkëndija që ndryshon rrjedhën. Gaforia. Gaforia përjeton një boom të vërtet emocional dhe financiar. Hëna e plot është gjithmonë e lidhur me botën e saj të brendshme, por këtë herë ajo shndërrohet në një magnet për mundësi konkrete. Mund të marrësh një lajm ekonomik që të ndryshon ditën, një rritje, një pagesë, një mbështetje familjare, apo një projekt që më në fund merr dritën jeshile. Paratë vijnë nga vende të ndryshme dhe të befasojnë. Surpriza e madhe për gaforen lidhet me njerëzit. Dikush ofron ndihmë, dikush të hap një derë, dikush të propozon një bashkëpunim. Energjia e kësaj hëne largon lodhjen, çliron rrugën dhe të jep një lloj sigurie që e ndjen me gjithë shpirtin. Është një periudhë ku ndodh rrimëkëmbja financiare, jo me hapa të vegjël, por me lëvizje të forta që e çojnë gaforen në një nivel të ri stabiliteti. Virgjëresha. Virgjëresha hyn në një fazë ku hëna e plot i ndez yjet e profesionalizmit dhe sjell një shpërthim ekonomik që vjen si rezultat i vëmendjes, punës dhe përpikmërisë së saj. Tani merr shpërblimin që e ka merituar prej kohësh. Mund të marrësh një ofertë të re pune, një ngritje në detyrë, mundësi pune jashtë vendit, ose një fitim nga një projekt që ke ndjekur me përkushtim. Energjia e kësaj hëne e forcon pozicionin tënd financiar dhe hap një rrjedhë të re të ardhurash. Surpriza e virgjëreshës vjen në formën e një lajmi që nuk e prisje, por që të emocionon dhe të motivon. Dikush mund të jap një mundësi që e ke kërkuar prej kohësh, ose mund të marrësh një rezultat pozitiv që të hap një kapitull të ri. Hëna e plot për virgjëreshën është si një reflektor mbi vlerën e saj, dhe universi vendos ta shpërblej fuqishëm. Akrepi.
Akrepi është një nga shenjat që prek më fort fuqinë transformuese të hënës së plotë. Ky muaj sjell një bum financiar që vjen nga përpjekje të fshehta, plane që i ke matur me kujdes ose vendime që i ke marrë në heshtje. Mund të marrësh një fitim të madh, një ofertë që të ndryshon drejtimin profesional, ose një mundësi që sjell të ardhurat të shpejta dhe të konsiderueshme. Surpriza e madhe për akrepin vjen nga një mbyllje e një cikli dhe fillimi i një tjetri. Mund të çlirohesh nga një bar, një detyrim, një situatë që të ka mbajtur pezull dhe të hysh në një fazë të re ku ndihesh më i lehtë dhe më i lirë të lëvizësh. Hëna e plotë i jep akrepit fuqinë të hedhë pas të vjetrën dhe të hyjë me gjithë forcën në një kapitull ekonomik që ka rritje, lek dhe vendime të rëndësishme. Peshqit përjetojnë një periudhë ku hëna e plotë ndriçon talentet, kreativitetin dhe intuitën e tyre dhe pikërisht këto sjellin bum financiar. Mund të marrësh një mundësi që lidhet me artin, marketingun, kreativitetin apo një projekt që ke dashur ta nisësh prej kohësh. Fitimet vijnë më shpejt se sa e imagjinoje dhe energjia e kësaj hëne të shtyn të besosh më shumë tek vetja. Për peshqit, surpriza vjen nga diku ku nuk ke menduar fare. Një lajm, një person, një ofertë, një ide që ndizet papritur dhe përfundon duke sjellë lek ose mundësi të reja. Hëna e plotë i jep peshqve një ndjenjë të fortë udhëzimi, çdo zgjedhje që bën tani të çon drejt rritjes dhe bollkut. Ky është momenti të shfrytëzosh intuitën tënde, sepse ajo nuk gabon. Nëse e dëgjove deri këtu, dua të të ftoj të shkruash në komente shenjën tënde që të shohim nëse hëna e plotë po ndriçon edhe rrugën tënde këtë periudhë. Më ndihmon shumë të di kush po na ndjek dhe cilës shenje i përket që parashikimet të jenë gjithmonë më të sakta për ty. Mos harro të abonohesh në kanal, sepse çdo ditë sjell energji të reja, parashikime të reja dhe mundësi që nuk duhen humbur.